Përshëndetje miq, u detyrova të bëj këtë dalje kaq të vonë për një ngjarje jo të bukur që ka ndodhur në Tiranë me një nga burrat që përfaqësojnë konservatorizmin anglez dhe një nga kolonat më të rëndësishme që mishërohen të katër shtyllat kryesore të konservatorizmit, siç janë familja, feja, prona dhe abdheu. Ky burr që të gjithë e njihni, që sigurisht është Kujtim Gjuzi, është një nga personazhet kryesore të Shqipërisë madhështore. Sot bëri një lojë në një nga hallet një nga hoteleve më simpatike, më të rëndësishme të Tiranës, e ka kush e ka me mikun tim i cili erdhi tek mua dhe kërkoi strehim politik, dhe unë i thash që nuk ke nevojë fare të kërkosh strehim politik në shtetin tim, sepse Kujtimi është një burr kaq fisnik që duke përfaqësuar gjithë këto vlerat konservatorizmit, mendoj që lojën që e fitoi, sepse miku im nuk mriti dot ta arrinte në lojën e famshme ka kush e ka, ne do ta rizhvillojmë në seancën e dytë në Fish City. Po, unë nuk e di, po më duket se është bërë me inteligjencë artificiale ai montim që s'di fare se ç'ka ndodhur. Siç e bë shumë personazhe rëndësishëm.